Deputet Kuvendit Kosovës, nëse i kujtojmë fjalët e këtyre qeveritarëve në fushatën zgjedhore dhe i krahasojmë me shifrat e tyre për buxhetin, bëhet të qartë se ata karakterizohen përgjithsisht prej premtimeve revolucionare që pasohen me veprime që nuk janë as reformatore. Projekt ligji për buxhetin 2015 nuk dallon as në orientim e as në përmbajtje nga buxheti për vitin 2014. Ky mos ndryshim është pozicionim politik i LDK-s se jo vetëm fjalët e premtimeve, por edhe shifrat e shpenzimeve në të kaluarën pas kanë qenë rregull. Në anën tjetër, PDK-ja hoqi dorë nga rritja e pagave të qytetarëve në sektorin publik, duke bërë koncesion me të vetmin qëllim që udhëheqja e saj të mbajë pagat e veta duke mbetur në qeveri. Pra PDK-ja hoqi dorë nga rritja e pagave të mbi 80.000 qytetarëve që të mbajë pagat e një 80 muajsharëve. Kam shumë për të thënë për këtë buxhet që nuk premton gjë, por do të kufizohem në 3 çështje. E para, energjia. Në buxhetin për vitin 2015 për energjinë janë vetëm 4 pozicione, me çrast pjesa dërmuese i dedikohet më parë pagave dhe mëditjeve të institucioneve si ZRE-ja ose për agjencione, sesa për ndonjë projekt aktiv. Përpos pagave, mallrave dhe shërbimeve, si dhe shpenzimeve komunale, Departamenti i Energjetikës do të merret vetëm me eficiencë. Nga tër vlera e destinuar për këtë departament, 1.460.000 euro ose 21.4% janë destinuar për eficiencë. Mirëpo, duke marrë parasysh që 4.500.000 euro janë ndarë për kompenzim të rasteve sociale, shihet se nuk kanë edhe ndonjë punë të madhe së paku sipas vlerave të angazhuara. Për vitin 2015, kjo qeveri parasheh 4,5 milionë euro për kompenzimin e pagesave për raste sociale, të cilat janë vendosur në pikën buxhetore importi energjisë raste sociale. Duket se tërë energjia për raste sociale do të importohet. Shtrohet pyetja pse është bërë ky kombinim dhe cili është kuptimi i tij. Më tutje, Departamentit Energjetikës ju kanë ndarë 200.000 euro si investime kapitale për çështjet e eficiencës dhe burime të ripërtrishme të energjisë. Përveç kësaj, është një investim për 1.260.000 euro për implementimin e eficiencës, e që është vazhdim nga viti 2014. Aty thuhet që këto para do të shpenzohen për zbatimin e masave të eficiencës energjetike në për ndërtesat publike, mirëpo nuk është e qartë se për cilat ndërtesa mendohet dhe si erdhën te kjo shifër e caktuar për shpenzimin e nevojshme. Për shembull, jepet hollësia për shpenzimin prej 5.000 euro për ujësjellësin në fushën sportive në Dragash në komunën e Sharrit, por jo edhe hollësitë që përbëjnë këtë 1.260.000 euro. Ne kemi vërejtje të mëdha që nuk janë inkorporuar edhe në investimin për projektin e fuzionimit të sistemit energjetik Kosovë-Shqipëri, cilat do të ishin efektet pozitive nga fuzionimi i tillë. 2. Krijimi i fondit qeveritar për stipendimin e studentëve në vend dhe jashtë, në bachelor, master, doktoratura dhe specializime profesionale për elektroenergjetik, rregullime automatik, teknologji informative, makineri, teknologji, hidrologji, zehtaри, mbrojtje të ambientit fizik e kimi. Këtu duhet të inkuadruar edhe bashkëpunimin shkencor në limite përmendura e sidomos në trajtimin e thëngjillit. 3. Do të duhet të trajtohet edhe projekti i vetëdijësimit të popullatës për kursim të energjisë elektrike, drurit, ujit, naftës dhe burimeve tjera energjetike, projekti për zgjerimin e ngrohjes qendrore me kogjenerim në për tërë Kosovën, si dhe projekti për zgjerimin e kogjenerimit për ujë të ngrohtë. Në raportin e ZRE-s për vitin 2014 paraqitet një varfrim kadrovik dhe varshmërie pa tolerueshme ZRE-s nga qeveria, posaçërisht në domenin e pagave. Kësaj qeveria e ka futur në zgjedh dhe e kontrollon ZRE-n. Pa marrë parasysh që tani ZRE-ja përbëhet nga marionetët e qeverisë dhe se nxjerrja e ZRE-s nga disgjinat e tyre nuk do të ketë efekte të mëdha, mendoj se dalja e zyrës rregullatore të energjisë nga buxhetimi i qeverisë dhe kthimi në formën fillestare të investimit do të krijojë ca parakushte për pavarësimin dhe heqjen nga vazaliteti i saj ndaj qeverisë. Në pikpamje financiare, kjo do të jetë kalim nga një xhep në tjetrin. Në një anë do të shkarkohet buxheti e në anën tjetër pjesa dërmuese e obligimeve i bie prapë qytetarëve, por në cilësinë e konsumatorit të energjisë elektrike, të cilët edhe ashtu krijojnë të hyrat e operatorëve të cilët do të jenë klient të ZRE-s. Çështja e dytë që dua të theksoj është buxheti i Serbisë për serbët në Kosovë, e që bëhet edhe përmes strukturave të saj, po del të ketë qenë prafërsisht 300.700.000 euro për vitin 2014, ndërkaq në për media dhe OJC serbe llogaritet 350 milionë euro në vit. Pra këto janë para që hyjnë në Kosovë. Deri diku e zbërthyer në linja të veçanta, ajo është si në vijim. Zyra për Kosovë 43 milionë euro, arsimi 44 milion.
shëndetësia 130 milion, komunat 30 milion, kultura 500.000, mediat 450.000, mbrojtja sociale 530.000, refugjatët 1.2 milion euro, qarqet apo rrethet i Kosovës 140.000, i Pejës 520.000, i Mitrovisës 120.000, i Anamorovës 420.000. Pyetja për qeverinë është, kur e ka përpiluar buxhetin 2015 kjo qeveri, a e ka pasur parasysh që njëra pakicë është kaq shumë e privilegjuar tashmë, sepse kjo qeveri nuk po e kontrollon e as ndalon këtë financim selektiv që e bën shteti armik i Kosovës Serbia brenda Kosovës. Pra, me që nuk e ndalon dhe nuk e kontrollon, a e ka së paku parasysh apo po i mbyll syt? Nëse është kjo e dyta, atëherë qeveria e Kosovës po bashkëpunon me Serbinë në diskriminimin e shqiptarëve dhe të pakicave jo serbe në Kosovë. Çështja e tretë është një krahasim i shkurtër me buxhetin e Shqipërisë për disa fusha. Interesante është rëndësia që kanë shëndetësia dhe arsimi në buxhetin e Shqipërisë. 12% dhe 15%, krahasuar me Kosovën 3% edhe 4%. Po ashtu Ministria e Brendshme shpenzon pjesë të madhe të buxhetit Kosovës, 19%, krahasuar me atë të Shqipërisë 7%. Edhe pse në Shqipëri kohët e fundit kemi pasur aksione të mëdha të Ministrisë së Brendshme si Lazarati, antidroga e tjera, ndërsa në Kosovë policia përdoret vetëm për të shtypur protesta ose për të ruajtur punimet në parkun cinik të Paqes në urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Në buxhetin e Kosovës, deputet Kosovës, krijimi i ministrive me buxhet qesharak në 1% tregon dëshirën për rehatim të individëve, në propozita e pushtet dhe njëkohësisht tregon se ato para do të përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektoret më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë. Faleminderit.